Bash asnjë cent nuk i me pas nevojë me jap mate doktori, se ChatGPT ka me u kujdes shumë ma mirë për ty. Tash ChatGPT mundet me t'i pa analizat e gjakut, dietën tënde, edhe Apple Health ose krejt dhonat shëndetësore që i kitë regjistru në telefon. E kush e mundsoj këtë që inteligjencë artificiale me na lexu dosjen tonë mjekësore? OpenAI që e lansoj ChatGPT Health. ChatGPT Health do të thotë që inteligjenca artificiale i shet dhonat e tua shëndetësore me një vend, edhe ti analizon ose ti lexon ato. Okej, ama për shka muj me përdorën këtë GPT Health? Po, këtë mujna me përdor për me i lexu analizat e fundit, mujna me përdor për me na rregullu një dietë personalizune, mujna me përdor për me na tregu për me shku te doktore e kështu me radhë. E për diagnoza po bëjke ajo? Në fakt jo, për diagnozë nuk është për kontroll, është për me marrë vendime më të mëshuna, edhe me konë në kohë me shëndetin. Me mira është se dhonat janë të sigurta, janë private, janë të enkriptuara edhe nuk përdoren për me e trajnu inteligjencën artificiale. AI është të prejkë edhe në shëndetin tonë. Ti, nëse s'do me mbet mbrapa, bona follow neve. Mundesh me ma prodhu me qikë që të trajler hat.